Horoskopi ditor, e hënë, 20 korrik, 2026, dashi. Priten disa probleme të vogla në çift gjatë kësaj dite, kështu që tregohuni më të matur me fjalët. Gjithsesi, në fund të ditës situata do të përmirësohet, beqarët do të kenë më shumë fat në dashuri dhe ka gjasa të gjejnë atë që kanë kërkuar prej kohësh. Për shkak të kujdesit që keni treguar kohët e fundit për shpenzimet, situata me financat sot do të jetë goxha e mirë. Temi, nëse jeni në çift, mos merrni vendime impulsive gjatë kësaj dite sepse shumë shpejt do të pendoheni. Nëse keni patur probleme të mëdha, nuk duhet të ndaheni pikërisht sot. Për beqarët, flirtet dhe aventura do të jenë goxha të kënaqshme. Shfrytëzojeni mundësitë që do t'ju jepen. Në planin financiar duhet të merrni masa strikte në mënyrë që të ruani qëndrueshmërinë. Binjakët, dielli do të ndikojë pozitivisht sot në jetën tuaj në çift dhe do ta bëjë ambientin më harmonik. Priten emocione të forta, beqarët nga ana tjetër do të jenë edhe më të favorizuar në dashuri. Jupiteri do t'i nxiste të tregohen të hapur ndaj takimeve dhe do të shfrytëzojë çdo propozim që do t'ju bëhet. Në planin financiar do të luftoni fort që jo vetëm të stabilizoni situatën, por edhe ta përforconi më tej atë. Ngaforja, fal konfigurimit jo të mirë të yjeve, ka rrezik që jeta juaj në çift jetë e mbushur me probleme edhe të jetë paksa delikate. Nëse doni partnerin tuaj, si më parë bëni diçka për të ndryshuar situatën. Për beqarët do të jetë një ditë e mbushur me emocione të mëdha dhe takime interesante. Në planin financiar do të keni mundësi të mira për të stabilizuar situatën tuaj. Luani, jeta juaj në çift do të shkojë për mrekulli gjatë kësaj dite. Gjithë gëzimi do të reflektohet në të gjitha fushat e jetës tuaj dhe do ta bëjnë ditën të shkëlqyer. Beqarët nuk do të takojnë dashurinë e madhe, megjithatë do të kenë mundësi për aventura emocionuese. Shfrytëzojeni ditën. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Buxheti do të rritet ndjeshëm, por mos bëni menjëherë investime. Virgjëresha, do t'jeni shumë xheloz për atë që keni në krah gjatë kësaj dite dhe mund të bëni disa skena që nuk i pëlqejnë partnerit. Kujdesuni të mos e lëndoni atë. Për beqarët do të jetë një ditë e veçantë gjatë së cilës do të ndodhë një takim tepër impresionues. Shfrytëzojeni atë deri në sekondën e fundit. Në planin financiar nuk duhet të luani me zjarin sepse mund të digjeni, bëni kujdes. Peshorja, edhe pse mund të keni disa debate me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, çdo gjë do të rregullohet në shtrat. Nuk mund t'i rezistoni dot atij kur ta keni kaq pranë. Beqarët, fal ndikimit pozitiv të hënës do të hedhin hapat e parë drejt një historie dashurie serioze dhe afatgjatë. Sektori i financave duhet pasur në qendër të vëmendjes, mos shpenzoni pa u menduar nëse nuk doni vështirësi. Akrepi, gjatë kësaj dite, ata që janë në një lidhje nuk do ta kenë as tabu dhe as gjëra të ndaluara. Venusi do t'i ndihmojë të tregohen më të hapur dhe do të tentoj risi. Për beqarët do të ketë vetëm mundësi për aventura kalimtare, dashuria e madhe ende nuk do të mbëri. Në planin financiar do të negocioni me dikë dhe do të kryeni edhe transakcione me rëndësi. Shigjetari, pas një periudhe jo edhe aq të mirë në jetën tuaj në çift, sot do të bëni gjithçka që keni në dorë për të krijuar një ambient të ngrohtë. Dozat e komunikimit gjithashtu do të shtohen mjaft. Beqarët do ta lënë veten të lirë dhe do të bëjnë atë që mendojnë për momentin. Financa do të jenë më të mira për personat të cilët kanë ndërmarrjet e tyre ose që merren me marrëdhëniet me publikun. Bricjapi, ju që jeni në një lidhje, nuk do të jeni as pak të duruar dhe mund të bëni gabime sot. Kujdes, sepse partneri vërtet tregohet i përgjithsisht i kuptueshëm, por që çdo gjë e ka një kufi. Beqarët nuk do të jenë as pak në humor të mirë për të filluar aventura kalimtare. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme, të cilat shumë shpejt do të përmirësojnë buxhetin tuaj. Ujori, sot priten ndryshime të mëdha në jetën tuaj në çift. Do të kaloni momente vërtet emocionuese me partnerin dhe do të ndërmeni veprime të rëndësishme së bashku. Beqarët nuk duhet të hedhin asnjë hap pa qenë të sigurt se ai person është i duhur për ta. Mos ju besoni fjalëve të bukura. Financat do të jenë kryesisht të mira dhe nuk do të keni për çfarë të qaheni. Bëni shpenzimet e nevojshme. Peshqit,
Konfigurimi i yjeve do të bëjë jetën në çift edhe më të bukur ditën e sotme, do të kaloni momente të këndshme dhe ambienti do të jetë harmonik. Megjithatë, mirë do të ishte të mos tregoheshit shumë idealist sepse edhe mund të zhgënjeheni. Beqarët do të kenë njohje të reja me persona interesant. Sektori financave do të jetë i ekuilibruar dhe as pak problematik për ju peshq.